Një investigim i thelluar i medias Follow the Money ka hedhur dritë mbi një skem komplekse financiare që lidh drejt për drejt financimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë në vitin 2017 me rrjetet e fshehta të oligarkut rus Oleg Deripaska. Dokumentet e sapo zbuluara vërtetojnë se kompania skoceze Binjata Trade LP, e cila pagoi $675,000 për lobistin Nick Musin, nuk ishte një entitet i pavarur, por pjesë e një rrjeti fiktiv të kontrolluar nga Deripaska. Ky rrjet operonte përmes avokatit moskovit Eduard Blohin dhe bankës private Bendura në Liechtenstein, duke qarkulluar miliona euro në transaksione të dyshimta. Në prag të zgjedhjeve të vitit 2017, Partia Demokratike, në drejtimin e drejtpërdrejt të Lulzim Bashës, ndryshoi rrënjësisht kursin e saj politik, duke adoptuar një retorik populiste të stilit Trump dhe duke përdorur sloganin "Ta bëjmë Shqipërinë përsëri të madhe". Pjesë e strategjisë së ndjekur nga Lulzim Basha ishte kundërshtimi i hapur i reformës në drejtësi të mbështetur nga SBA dhe BE, si dhe sulmet ndaj miliarderit George Soros. Për të legjitimuar këtë kurs në sytë e votuesve, lobisti Nick Musin organizoi takime me zyrtarë republikan dhe siguroi foton e famshme të Lulzim Bashës me presidentin Donald Trump, e cila u përdor masivisht si mjet propagande në Shqipëri, ku vet Basha e cilësoi si një takim të jashtëzakonshëm. Mospërputhja financiare mbetet pika më e fortë e këtij skandali, pasi ndërkohë që Partia Demokratike e drejtuar nga Lulzim Basha deklaronte zyrtarisht vetëm $25,000 të paguara, lobisti Musin raportoi në SBA një shumë prej $675,000, pjesa dërmuese e së cilës erdhi nga kompania e lidhur me interesat ruse. Ndonse prokuroria shqiptare nisi një hetim për këtë çështje, procesi ndaj Lulzim Bashës u pezullua në vitin 2019 pa ngritur akuza përfundimtare. Pas sanksioneve të SBA-s ndaj Deripaskës, kompania Binjata Trade LP tentoi të fshihte gjurmët duke u shpërbër, por dokumentet e reja konfirmojnë se paratë që hapën dyert e Washingtonit për Lulzim Bashën kishin origjinë nga rrjetet e oligarkëve të Kremlinit. Investigimi ngre alarmin se ky model po përsëritet edhe për zgjedhjet e vitit 2025, ku sërish po përdoren skema të ngjashme lobimi përmes fondacioneve të paqarta në SBA. Kjo ngre dyshime se influenca ruse vazhdon të tentojë destabilizimin e reformave pro-perëndimore në Shqipëri përmes kanaleve të errta financiare që u hapën gjatë epokës së drejtimit të Lulzim Bashës.